E kur jam shku në salë, qaq ma besun, a përdin isha 20% me thonë që mëj me dalë gjallë për salës, e 80% jo. O duf me nënshkru edhe nësa isha me vedije, edhe familjarët mi thërën me arë të spitali, ta shtin isha i vedishëm në altë, mu veç janisi më hup vedija kështu për gjak derdhjes, po vazhdu me më dhonë të në kuhën, edhe merë doktori mas nej me vedije, tha, apo dënë me pështu kamën a kokën. Doktori një tha, koma pa kokë nuk të vynë kur gjë, kështu që do të me ta amputu kamën. E kisha mamin jashtë, dhe që jem ka... Falë veç pak. E di që e ki zërë? Shumë, vëllë valë. Ekstrem shumë. Ka hek shumë, e me mu ka shëri edhe të në një vetëm vajtur shumë. Që e përjetë edhe këtë senë. E vishë sa dulë për spitalit e prunën e prunën familjarët aty, tash ku me di që e mera ja këtë lajmë, aty më ka shku menja edhe të qika me njerë. Se për vetës, sinqerisht, aj zoti, ma dhe më ka sprovua, vetën se së më do këtë kur gjë, wow. Si më ka litje më E i thënë edhe asaj? Edhe i thënë edhe asaj, më në nëshkru, kjo dhe doja aty. Edhe kishë më shumë ofër zemrës keq. Të që mos për bjenaj farë infrakti anaj. Po, falë zotit i thash doktore që thuj pranoja miri pa asni hezitim, po. Edhe mos të bëhet marak edhe kallëzoj që tash të ndollë protezat e në përdin i shku një kishtë tonë që të mamë tani një kishtë kallëzu doktore që mos s'ki nevoja, përdin shu që pështaj djali tash të protezat që ndollë kome ecë ma mirë se sa me atë kom që e ka posë. Shumë ma letë pëthojnë që do t'a kesh